Duke huetuar dhe gjykohet edhe për çështjen e një VKM-je, sipas drejtësisë presupozohet, prokurorisë presupozohet që kanë përfituar ai, të afërmit e tij dhe shumë të tjerë, ndërkohë që janë me 10 qindra mira, mos themi VKM të kryeministit Edi Rama, e cila nuk kalon dot ende në sitën e drejtësisë. Pra pak a shumë ti e ke thënë këtë gjë, po e ke lënë të hapur në fund. E ka thënë partisi im, La Fontaine, se kemi të njëjtin mbiemër. Bëj lë fjalësh. Burimi është. Por më gjyduk me shumë vënd, sepse edhe një herë ja ku e ke llokmën me cilën duhet merresh, i them drejtësisë, shkon tani dhe kërkon legjitimitetin e financimit të kuvendit të PD-s, pa kërkuar asnjëherë legjitimitetin e financimit të kuvendeve të Ramës në diasporë, që shkonte me gjithë qeveritarët, kush e paguante? Paguante e shtetit? Partia Socialiste. Nuk kërkojnë pashtu legitimitetin e kuvendit të Ramës që bëri në sheshin Skënderbej, në shkurt me kaluar, në fushat, uri 6.000 karike me 6.000 punonjës. Po të kush e financoi? PS-ja apo taksa paguesi? Kjo është domethënë ajo cinizmi i madh i kësaj drejtësie shqiptare që ka një shpejt tjetër për njëshës e ka La Fontaine, po thotë që ndryshoj gjithçka që asgjë mos ndryshoj. Domethënë, jep atë përshtypje si drejtësi që po ndryshon gjithçka, që ka ardhur koha tani e sherifave, që po bën drejtësi në vend, por më kryesorja nuk ndryshon. Nuk shkojnë aty ku duhet shkuar, që është kryeqendra, peshku qelbet nga koka, që nuk shkoj ke Edi Rama. Dhe kjo më duket shumë skandaloze, shumë skandaloze, dhe po ai shumë skandaloze më duket edhe mungesa e emërtimit të gjërave. I emërtojmë gjërat në Iran, i emërtojmë gjërat në Venezuela, pse nuk i emërtojmë gjërat këtu, edhe për ndërkombëtarët, edhe me drejtësia. Sot ky Edi Rama po pengon drejtësinë, po mbron korrupsionin, duke mos dorëzuar ballukun. Ai sot po i kundërvjet një vendimi drejtësie. Pse thuhet kjo gjë? Përse s'del këtë drejtësi sot të mbrohet, të thotë që ti nuk ke të drejtë. Ju do të kryeministër mbrokeni pavarësinë e legjislativit, mbrokeni pavarësinë e ekzekutivit, apo pavarësinë tonë. Këtë se kuptoj unë. Përse kjo drejtësi kur zoti Berisha kërkoi të drejtën e tij për një ruakmor, tani që Rama i tall, ka një muaj që i tall, ta nuk thon asgjë. As këta, pas Gonzato. As dhe Gonzato. As kjo Europë. Nuk flas për Amerikën, sepse për Amerika dhe themi që sot Amerika po tregon që vepron atje ku ka nisë saj dhe është problemi i saj. Po kjo Europë sot që dallohet nga Amerika pikërisht sepse kjo Europë sot nuk është imperialiste, kjo Europë sot nuk kërkon benefite ekonomike të vendet e tjera, kjo Europë sot ka si flamur vlerat demokratike. Okej. Po ti shikon që vlerat në Shqipëri nga kryeministri po shkelen me këmbë, edhe një herë për Berishën më një herë u dha ajo leja që të arrestohesh, për Rametaj po ashtu, për Tahira ndoshta vënua pak për papudha. Do kum pse nuk bëhet kjo. Kjo më habit mua, prandaj përdor La Fontaine-in. E qartë. La Fontaine thoshte, sipas asaj që je i fortë apo mizerabël, drejtësia të bën të bardhë apo të zi. Ky Rama sot është i fortë sepse pas ka këta ndërkombëtar që ende e mbrojnë dhe sot Berisha e vuri shumë mirë në dukje në fjalën e tij atë që ndërhyj që tha që po bën lobing të jashtëzakonshëm. Po bën lobing. Siç bën lobing të jashtëzakonshëm, votet arabe pranë Trumpit që mos të bombardojnë të momente Iranin dhe kuptojmë pse, sepse vendet arabe që janë rrotull, Arabia Saudite, Katari, Emiratet, nuk kanë asnjë interes që në Iran të ketë një revolucion demokratik edhe një demokraci. Dakor, po ky diskutim bëhet për vendet si Irani, Genci, absurditeti i Shqipërisë është kur flasim për Iranin dhe Venezuelën, e dim çfarë pasurish kanë, çfarë rëndësish të jashtëzakonshme. Në rastin e Shqipërisë, pra, të një lobimi që ne përpiqemi të vëmë krahasimore se s'kemi mënyrë tjetër si ta bëjmë, të një kryeministri që ka një ekonomi që me qira fjala ju bllokuan fondet e i partit, ju bllokuan edhe të agendës digjitale në tash, të një vendi që burimet i ka totalisht shkatruara, edhe ato 2 pika naftë që ka nuk di të shfrytëzoj. Pra, në rastin e Ramës krahasimi të duket në nivele patetike dhe qesharake. Pra nuk më duket shumë vështirë të bëhet krahasim me Venezuelën, Iranin dhe mandej siç bën lobimin për Iranin dhe Venezuelën, të njëjtën gjë bën dhe Edi Rama. Domethënë, po ka një ndryshim shumë të madh. Po, si është po hap debatin, ëh? Po, krahasimin e bëj tek krahasimi, e bëj që tek me Europën Perëndimore që dhe një herë si flamur, si slogan ka vlerat.
Po pra, po, patjetër. Perëndimore bën tregti me Kinën, po thotë që në Kinë po nështrohet Tibeti, nuk ka demokraci, bën tregtime, kjo Evropë di ti thot gjërat. Po, pra, po. Aty ku s'ka demokraci. Por në Shqipërinë, pse e mbyll gojen? Mua kjo më shqetëson sot si evropian. E qartë, e qartë. Dhe një herë, Edi Rama sot po na përqesh të gjithë dhe. Ka një muaj që shkuar kërkesa për shkarkimin e përheqjen e imunitetit Ballukut, nuk ka i jep. E bën ai kalendarin. Është ai i zoti i orave, sikur jeton në Zvicër ai dhe ka bërë ato, ka shpikur orat dhe kur doi ai e bë orën, akrepin kur doi ai. Patjetër, ka filluar të merret me gazetarët, ka filluar të bëj shakara nëpër podcastin e vet, vazhdon të vendos agjendën nëpër mediat që i kontrollon. Mos habitet pastaj që nëse nuk e marrim me vlerë, do ta marrësh në rrugë. Është tjetër emisionit. Të drejt sa po shkojmë. Dakor. Po thoje Klodi? Jo, po thoja për krahasimin e lobimit, ka diçka që është shumë